Jemi qenë unë, vajzë e madhe dhe grua, kemi qenë Tiranë të tre. Ngjarja ka ndodhur natën, mëngjes, na kanë marrë në spitali, na kanë prur, kaq. Kemi gjetur mangut fëmijët, marrë lekët, marrë bijuteritë, marrë gjithçka. Kush ju lajmëroi juve në momentin kur keni qenë në spital, po çfarë ka ndodhur për largimin e vajzave? Policia na ka prur, na ka marrë. Unë kam qenë i pavetëdijshëm, nuk kam qenë i smur, po ka marrë domethënë në mënyrë pa shumë i dëmtuar, shumë i smur, po policia na ka. Gjatë këtyre 3 javëve keni marrë një sinjal, një telefonat? Absolutisht, përveç ato numrit që thash më fjalë, që ka rënë numri pa njohur, gjë tjetër. Kur ka rënë numri pa njohur? Ju kanë folur, ju kanë thënë? Ka folur, jo nuk ka folur, thjesht e ka hapur nosja, nuk ka folur. Cilat janë dyshimet tuaja? Asnjë dyshim. S'kam, me njeri s'kam asnjë problem të kësaj natyre për diçka. Jo, s'dim asgjë. Çfarë të kanë marrë vajzat në shtëpi? Kanë marrë lek, eurot, që kisha pa rrugë, kanë marrë rroba të gjitha, bijuteritë. Kanë rreth 4 valiçe janë marrë nga shtëpia. Kanë dalë 4 valiçe nga shtëpia. Valiçet e kishit me atlete, me sandale, me mallra që ju tregtonit? Jo, s'kam pas lidhje. Plaskat e shtëpisë. Rrobat e tyre, rrobat e vajzës tjetër. E këto. Po kam pas shumë rroba, se vajza ke parasysh. A keni një apel si po bën? Po çfarë apeli, çfarë do them un apel tjetër? Apel për ndihmë. Po ndihmë, apel, na ndihmojnë, se nuk, më duket si e heshtur, më duket si diçka atë pa ditur. As din, as duan, për mua është një lloj. Hikmet, meqense ka ndodhur që ndatën 15-16 korrik, deri tani ne sot e kemi marrë vesh si mediat, pak sot është zbuluar. Fillisht apeli juaj si shkon gjithë situatë krijuar. Po çfarë të them unë? Ne kemi lënë në heshtje me mendimin se policia asnjëherë mua përveç atij inspektorit të krimeve Almir Kalemi, që kam domethënë që megjithëse ndoshta ai nuk mund të mos jetë shumë bash treguar njëri, kurse për të tjerë një prokuror që s'më pranon të më takoj, një drejtor policie që s'do të takoj 3 javë. Nuk kanë ardhur ke shtëpia për një. Nuk më ardhur asnjëri ke shtëpia, përveç se ditën e parë. Përveç se ditën e parë. As shumë se kush e ka marrë, se për çfarë ka marrë, se si kanë ikur, ndoshta kanë ikur vetë. Jo, s'kam dyshime, s'kam çfarë të them. Mund t'i ketë përdorur për qëllime? Po ndoshta, të gjitha janë në program. Praktikonin? Jo, fëmijët e mi kanë qenë shtëpiak, nuk kanë dalë një herë për një kafe vetëm. Po kanë dalë me mua se me nën, nuk kanë qenë asnjëherë fëmijët e mi. Ajo më ka rruinat që më ka thënë edhe në polici që të marrojnë lekë do vinë. Fëmijët e mi nuk kanë fëmijë që dalin nga pi kafe. Që i ka marrë dikush? I ka gënjur dikush ndoshta. Për rrjetet sociale, ke parasysh që gënjen jo vetëm fëmijët e mi, po edhe mosha Gjamber gjysh janë gënjer. Po, nuk është që zorshme për të gënjer 2 fëmijë. Po për ngjarjen, për hetmimin, për zjarrin, çfarë ka thënë policia? Asgjë. S'japin asnjë shpjegim. Veç se ky Almir Kalemi asnjëri tjetër nuk më ka ardhur s'ka pyetur. Dyshon se mund të kenë kaluar kufirin? Nuk e di. Nuk e di. S'mund të them që kalvan ose kalvan, nuk e di. S'mund ta them. Ju si mendoni? Kanë qenë për vllai jot me vajzën edhe me nusën u helmuan apo jo nga vajza? Po. Herën e parë janë helmuar, i kam ashtu vllai i ka shtrënguar që si erdhi ky helmim se spitali tha që nuk është helmim ushqimi, e vogla ka treguar që kanë mbaruar këtë gjë në familje. Edhe prapë herën e dytë, njëjtë helmim, po prapë tyre nuk u shkon mend se ishte kjo, me idem prapë se ai u bllokonte sistemi nervor dhe këta nuk e kishin memorien që të ishin në gjendje ta kuptonin se diçka ishte prapë prej tyre dhe të kërkonin ndihmë dikujt. Unë isha motra këtu nder, ajo ka mbesën e vet, nusi aty ka motra atje poshtë dhe prapë u ishte bllokuar truri që thoshin që na ndihmoni se ne ikim në spital, kujdesuni për vajzat në shtëpi. Policia këtu e kam me policinë kam këtë, jam kundër këtij mendimi që policia ka harruar dhe ka kërkuar 2 vajzat mbytura në këtë orë vetëm në shtëpi të pyesin, të kërkoj se çapo se si është gjendja në shtëpi. Ndoshta për sa i përket flakës. Këtu janë gocat këtu janë trembur, po në dytë natë. Gocat këtu them se janë trembur dhe mund ta kenë bërë vet djegjen, prindit ka thënë do helmohen, shtëpia do digjet. Edhe s'ka kush e ndjek me këtë problem, ne mund të jemi të qeta. Ose ai që ka pas lidhje me ato, ka thënë bëni këtë. Rrugë. Se mund tani. Ne na shkon mendja gjithandaj. Meqense jeni shumë afër vllajt, kur e morët vesh? Sapo kishin në zjarri, erdhën të rritë komshin, se rastisht ka harë një çun ator gjë poshtë, që punonte natën. Në ka të rritur, kemi harë sa kishte filluar dilte tymi,
Erdhën policia dhe zjarfikse në atë moment falë zjarfikses edhe ati çuni, shansi ka qenë ai çuni. Jo. Ne erdhëm në moment ne mendom se ishin brenda një herë, po digjeshin. Më ka zënë gjumi, fëmijë pare ka një zjarri pa pritur. Kur zjarfikse mbaroi me fjalë zjarrin, tha nuk ka, tha se po të kishte tha vinte era mishit ku foma, tha nuk ka se si tha. Zjarfikse ka ardhur në moment shumë të shpejtë. Keni kontaktuar që prej asaj dite.